Interpol Tirana ka ekstraduar nga Zvicra drejt Shqipërisë shtetasin shqiptar Jozi Kraja, 37 vjeç, i akuzuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, GKKO, si pjesëtar i një grupi të strukturuar kriminal. Ekstradimi u realizua në kuadër të bashkëpunimit operacional mes Interpol Tiranës dhe Interpol Bernës. Gjykata e posaçme e shkallës së parë i kishte caktuar Krajas masën e sigurisë arrest në burg me vendim të datës 15 maj 2024. Për veprat penale, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, grupi i strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi i strukturuar kriminal. Sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme, Kraja dyshohet se gjatë periudhës dhjetor 2020-maj 2024 ka siguruar kushtet dhe mjetet materiale për kryerjen e vrasjes së dy vëllezërve, Durim dhe Valter Bami.